Mësimi I leximit të Kur'anit. Alif Lam Mim Dhalika al-kitabu la rayba fihi hudan lil-muttaqin. Në themelet e mësimit dhe edukatës islame qëndron Kur'ani dhe Sunneti. Duke pasur parasysh këtë fakt, pasi që besimtari dhe muslimani tërë jetën e tij duhet ta ndërtojë sipas Kur'anit, atëherë paraprakisht atë duhet lexuar, mësuar dhe më pastaj edhe studiuar. Për ata dhe Allahu xhalla shanu në Kur'an thot: "Wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun." Ty ta zbritëm Kur'anin që t'u shpjegosh njerëzve atë që u është shpallur me shpresën se do ta studiojnë atë. Për atë, duke pasur parasysh këtë ajet kuranor, gjenerat pas gjenerate edhe në kohën e pejgamberit alayhi salatu wassalam, kur zbritke ajeti kuranor, atëherë sahabët e merrnin e lexonin, e mësonin e përvetsonin atë mirë, pastaj e transmetonin tek familja, tek rrethi dhe shoqëria. Dhe kështu kjo besnikëri e leximit, mësimit edhe studimit të fjalës së Allahu xhalla shanuhu ka vazhdu gjenerat pas gjenerate. Gjithashtu edhe pejgamberi alayhi salatu wassalam prej vlerave dhe nimeteve dhe begative pikërisht të muajin e madhërisëm të Ramazanit, pasi që e dim se muaji I madhërisëm I Ramazanit është muaji I Kur'anit, dhe muaji I leximit të Kur'anit duhet të jetë ashtu. Andaj pejgamberi alayhi salatu wassalam për shpërblimet dhe nimetet e begatit brenda këtij muaji të madhërisëm tregon dhe thot: kush e merr edhe lexon fjalën e Allahut, e ka për qëllim pra lexon librin e Allahut Kur'anin, shpërblimi për të është shumë I madh. E shpërblimi për një shkronjë të tij është 10 sevape. Alif Lam Mim. Thot pejgamberi alayhis salam nuk është një shkronjë. Mirë po, Alif është një shkronjë, Lam një edhe Mim një. Don me tregu se për çdo shkronjë ka nga 10 sevape. Prej definicioneve të Kur'anit është el-Kur'anu kelamullah, se Kur'ani është fjale Allahut. El-munazzalu ala Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, I zbritur mbi pejgamberin alaihi salatu wassalam, përmes melekut Gjibril. El-mektubu fi mesahifil menkul, libër I shkruar në për mushafe, I përcjellur deri tek ne brez pas brezi. El-muta'abbedu bitilawatihi, me leximin e tij bëhet ibadet. Dhe ajo e cila e nxit besimtarin dhe muslimanin që të lexoj dhe të mësoj Kur'anin është se me leximin e tij bëhet ibadet. Për ata dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam thot: "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama." Më I miri për jush është ai I cili e mëson Kur'anin dhe u mëson të tjerëve. Andaj na si besimtar musliman duhet që në këtë muaj të madhërisëm të Ramazanit ta lexojmë Kur'anin, ta mësojmë, e ata të cilët nuk e dinë të orvaten dhe të mësojnë shkronjat dhe të vazhdojnë me leximin e Kur'anit, pasi që është shpërblimi edhe begatia shumë e madhe në muajin e madhërisëm të Ramazanit. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam: nuk ndodh që të tubohen njerëzit në një shtëpi nga shtëpiat e Allahut xhalla shanuhu për ta lexuar, mësuar Kur'anin, fjalën e Allahut, e që Allahu xhalla shanuhu në atë mes të mos zbret mëshirë. Nuk ndodh, thot pejgamberi alayhi salam, që të tubohen njerëzit në ndonjë shtëpi nga shtëpiat e Allahut, e ka për qëllim për xhamit, e që të lexojnë fjalën e Allahut në mes vete, e që Allahu xhalla shanuhu të zbret rahmet, mëshirë dhe bereqet në atë tubim. Dhe atë nej, thot pejgamberi alayhis salam,
e rrethojnë me laçet. Edhe Allahu xhaleshanuhu i përmend ata njerëz tek me laçet e qiellit. Edhe ku ka nimet dhe begatime e madhe Allahu xhaleshanuhu se emrat tanë të përmenden tek me laçet e arshit. Uthmani radiallahu anhu thot sikur zemrat e tona të ishin të pastërta, atëherë nuk do të ngopeshin me leximin e fjalës së Allahut xhallashanuhu, me leximin e Kuranit. Andaj unë e urrej të më kaloj një ditë në të cilën nuk e lexoj librin e Allahut xhallashanuhu. Por ata edhe Uthmani radiallahu anhu deri në përfundimin e jetës së tij, Kurani i tij ishte i tërë i grisur, për atë se e lexonte shumë, e përdoronte shumë dhe përsëritke atë shpesh. Andaj, e lutim Allahun xhallashanuhu që në këtë muaj të madhreshëm të Ramazanit, që është muaji i zbritjes së Kur'anit, që na si besimtar musliman ta lexojmë sa më shpesh Kur'anin, fjalën e Allahut xhallashanuhu, edhe inshallah të jetojmë dhe të veprojmë me të, e ta kemi edhe përfundimin të cilin Allahu xhallashanuhu na i ka bërë emër çdo besimtar që ta ketë, ta kemi fjalën e Allahut dhe me sunetin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.